I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others... Ajër, zjarë, ujë, tokë. Nuk ka zjarë, nuk ka ujë. Tani është rradha e tokës. Duhet të largohemi. Do t'jeni mirë. Shkoni te kodrat. Po, të gjithë janë mirë dhe të sigurt. Urdhëro, merr një nga këto këtu. Po ti Olaf, je mirë. Oh, po, këtë e kemi quajtur të kontrollosh atë që mundesh kur të duket sikur gjërat janë jashtë kontrollit. Mirë, nuk po të kuptoj. Ti ke dëgjuar një zë dhe nuk u kujtove të ma thuash mua. Nuk doja të të shqetësoja. Ne bëm një premtim që të mos mbajmë të fshehta. Thjesht, më thuaj çfarë po ndodh. Kam zgjuar shpirtrat magjik të pyllit të magjepsur. Mirë, kjo është diçka që përfundimisht nuk prisja të ma thoshe. Prit, pylli i magjepsur. Ai për të cilën babi na paralajmëroi? Po. E përse e bëre këtë? Për shkak të atij zëri. E di që ti ngëllon si marrëzi, por unë besoj se ai që po më thërret është i mirë. E si mund ta thuash këtë? Ta shikoje mbretërin tonë. E di këtë, por ja që magjia ime e ndjen këtë. Unë mund ta ndjej atë. Në rregull. O jo, po tani. Trollet? Kristo, na mori malli. E po, me ju të dyja nuk ka kur një qast qetësie. Shpresoj që t'ishe përgatitur për atë që ke për Elsa. Shpirtrat magjik të zemëruar nuk janë për ata me zemër të topat. Përse janë ende të zemëruar? E çfarë lidhje ka e gjithë kjo me Arandelën? Lini të shoh ato që mund të shoh. E kaluara nuk është ashtu siç duket. Dhe gabimi duhet të ndreqet. Nuk është e sigurt. E vërteta duhet të zbulohet. Pa të, unë nuk shoh të ardhme. S'ka të ardhme. Kur dikush nuk sheh të ardhmen, gjithçka që mund të bëjë ai është gjëja e drejtë e radhës. Gjëja tjetër e drejtë është të shkoj te pylli i magjepsur dhe ta gjej atë zë. Kristof, a do ma japësh karrocën dhe Svenin? Unë nuk jam shumë dakord me këtë idenë Ti tënde. nuk e për të shkuar vetëm. Ana, jo, unë kam fuqitë e mia që më mbrojnë, ti nuk e. Më fal, unë ngjita te mali veriut, i mbjetova ngëryrjes së zemrës dhe të shpëtova nga ishi dashurim dhe të gjithë këtë e bëra pa fuqi. Prandaj kam për të ardhur. Edhe unë, do drejtoj unë. Po shkoj të marr ushqimet. Unë do të kujdesem për popullin tuaj. Të lutem siguro të mos të futen në mbretëri derisa të kthehen. Patjetër. Eja ti lajmërojmë. Ana, unë jam në merak për të. Ne gjithmonë jemi të trembur se fuqitë e Elsës ishin të tepërta për këtë botë, por tani ne lutemi që të jenë të mjaftueshme. Nuk do lejoj të ndodhë gjë asaj. Kush do të luaj? Unë po. Në rregull, a e dini që uji ka kujdes? Fakti vërtet, shumë njerëz e kundërshtojnë. A e di që burrat kanë 6 herë më shumë gjasa të goditen nga rufeja? A e di se gorillat gromsin kur janë të lumtur?